Qëndroni për disa minuta sa të rezistoni ndaj avullit të ngrohtë. Vetëm 4-5 gjethet e kësaj bime bëjnë mrekullin. Përveç rolit që luajnë në përmirësimin e shijes së gatimeve të ndryshme, gjethet e dafinës përmbajnë vlera të dobishme edhe për shëndetin, si për shembull veti antiseptike, antiinflamatore dhe antioksiduese. Janë po ashtu një burim i mirë i vitaminës A, vitaminës B, gjithashtu dhe vitaminës C dhe acidit folik. Nuk është për të nënvlerësuar edhe përmbajtja e mineraleve që përmban si kaliumi, bakri, kalciumi, mangani, hekuri, seleni, zinku dhe magnezi. Gjethet e dafinës gjen në përdorime të gjëra në mjekësinë popullore, por krahas përdorimeve në shëndetin e stomakut, flokët inflamacion, ato janë të mira edhe në lehtësimin e ftohjes. Vendosni në një tenxhere me 1 litër ujë të vlojë bashkë me 5 gjethe dafine. I lini derisa të vlojë, më pas e largoni nga zjarri teksa është ende në avullim, vendosni një peshqir sipër kokës dhe qëndroni sipër saj për të lehtësuar rrugët e frymëmarrjes.